Një ngjarje e rëndë është shënuar në fshatin Dardë në bashkinë e Librazhdit, ku një 23 vjeçar ka humbur jetën teksa kishte dërguar për riparim automjetin e tij në një servis privat. Viktima është Leonard Duka, 23 vjeç, banues në Dardë. Sipas informacioneve nga vendngjarja, njeriu ka qenë duke kontrolluar poshtë mjetit të ngritur në servis, kur marmita është shkëputur dhe e ka goditur në pjesën ballore të kokës, duke i shkaktuar dëmtime të rënda. 23 vjeçari është transportuar me urgjencë drejt spitalit, por për shkak të plagëve të marra nuk ka mundur të mbijetojë. Në vijim të veprimeve hetimore të kryera nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Librazhd, në drejtimin e prokurorisë, është arrestuar në flagrancë pronari i servisit, shtetasi IP 40 vjeç. Ai akuzohet për veprat penale, shkelja rregullave të mbrojtjes në punë dhe punësimi pa lishëm. Nga hetimet paraprake rezulton se 40 vjeçari kishte punësuar në mënyrë të palishme në subjektin e tij 2 shtetas, përkatësisht vëllain e tij dhe një shtetas tjetër. Policia dhe prokuroria po vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore në lidhje me këtë rast tragjik.